Taksa e pronës do të katërfishohet për të gjithë ata që kanë një banesë të dytë apo të tretë. Kjo sipas projekt ligjit të ri që qeveria ka hedhur për konsultim publik. Eksperti Reinaldo Pipiria e vlerëson ndryshimin si të nevojshëm, por thotë se ligji duhet të ketë më shumë mbrojtje për familjet në nevojë. A është e drejtë ky version që kemi? Mendoj që ha diskutim. Pra mund të bëhet në drejtimin e dur, por mund të bëhet më i drejtë si sistem. E them këtë gjë që shkon drejtimin e dur, sepse lëvizin nga një format hibrid që kemi aktualisht, ku ndërtesa taksohet me vlerë dhe toka taksohet me metra katror, taksohet sipas metra katror, të dy komponentët, pra të gjitha komponentët, të gjitha tipologjitë e pronave do të shkojnë në drejtimin e taksimit me vlerën sa më përafërt të tregut. Pipiria propozon zgjerimin e kategorive që përfitojnë për jashtime apo lehtësira nga taksa. Mendoj që mund të bëjmë më mirë. E para, mund të përfshijmë disa kategori të tjera, përjashtim, siç janë nënat e divorcuara, që kanë ngarkesë fëmijë, apo nënat e veja, apo aty ku në familje ka fëmijë jetim, apo aty ku në familje ka fëmijë të cilët trajtohen me ndihmë të veçantë për sa i përket aftësive të kufizuara apo aftësive të ndryshme. Projekt ligji parashikon arritje të taksës për të gjithë qytetarët që zotrojnë më shumë se një banesë, me një shtesë prej 50% mbi taksën aktuale. Reforma pritet të ndikojë drejt për drejt tek pronarët dhe tregu i pasurive të paluajtshme, ndërsa debati mbetet i hapur për mënyrën se si do të arrihet një ekuilibër mes rritjes së të ardhurave publike dhe mbrojtjes së shtresave më të ndjeshme të shoqërisë.